Dëgjojeni këtë, jam I bindur që do t'ju bëj të reflektoni thellë. Netflix nuk ka asnjë kinema, e ndonse nuk ka asnjë kinema që të gjithë e shohin, dhe vlen 30 miliard dollar, pa patur asnjë kinema. Amazon nuk kishte asnjë dyqan, tashmë ka magazina gjithandej, por nuk kishte asnjë dyqan. Bile Bezos kërkonte një dyqan fillimisht. Sot u bë dyqani më I madh në botë, sepse shesin dhe blejnë miliarda njerëz në botë. Në fakt Amazon sot ka një vlerë 340 miliard, një gjë e tillë, dollar. Por nuk mbaron këtu, sepse edhe Uber, e keni dëgjuar Uber ato me makina, ishin disa çuna të rinj që kërkonin disa makina, më ndiqni me vëmendje, kërkonin disa makina me qira që të mund të spostoheshin nga një vend në tjetrin. Dhe ende nuk kanë makina të tyre, por janë të marra me qira. Dhe sot vlen 50 miliard dollar, pa patur asnjë makinë të tyre. Por njëkohësisht edhe Booking, ishte një djalë I ri që kërkonte një hotel që kushtonte pak dhe nuk mundej ta gjente. Dhe I erdhi idea, unë dua që të lidh kontaktet me të gjithë hotelet në mbar botën, tha. Dhe kështu bëri Booking. Booking sot ka një vlerë 15 miliard dollar. Por keni edhe Airbnb. Airbnb që t'i gjen vende me çmime shumë të ulta, në një shtëpi, në një B&B apo ku të doni ju, dhe u përhap në mbar botën, ndonse nuk ka asnjë shtëpi të vetën, asnjë B&B të vetën, pra janë të tjerëve, sepse është idea. Dhe sot vlen 9 miliard dollar. Po njëkohësisht edhe The Fork, keni dëgjuar për atë shoqërinë që lidh restorantet në mbar botën, ishte një francez që kërkonte të hante me familjen e tij një mbrëmje, bashkë me familjen e tij kërkonte një restorant që të kushtonte pak. Kërkoi me ngulm, gjithandej humbi orë të tëra sa që u zudhe me familjen, sepse nuk gjetën një restorant, gjetën vetëm një bar, vajti vonë, dhe nga ty I erdhi idea dhe krijoi The Fork. The Fork sot ka një vlerë 2 miliard dollar. Lidh vetëm restorantet në mbar botën që ti futesh në aplikacion dhe gjen restorantin më të mirë me çmime më të mira. Çfarë do thotë kjo? Është e thjeshtë. Pak rëndësi ka nëse ti ke apo jo. E rëndësishme është se çfarë bën, pra të kesh iden brillante. Kjo është e rëndësishme. Ja u thash sepse padyshim shumë prej jush kanë nevojë për t'u informuar, njëkohësisht për t'u inkurajuar. Dhe ky është një nga ato argumentet më të rëndësishme për t'i dhënë kurajë që të gjithëve, që nuk ja vlen ndonjëherë që ti të thuash duhet të kem para të madhe që të bëj diçka. Jo, është idea, sepse kur ke iden, ke çdo gjë. Sot zihen për idet, jo për parat. Mbajini mend, parat ikin dhe vinë. Idea ecën përpara dhe bën para. Kalofshi bukur, ju përqafoj. Një ditë mbar.